Përshëndetje. Nuk e di si ndihen ata që paguajnë taksa në këtë vend kur marrin vesh që ai që zgjedhur deputet qyl se donte kryetari i partisë që vetmja punë që ka bërë në 4 vite është ka ngrit kartonin sa herë ka dash kryetari, kuptohet, jo të gjithë. Merr vesh që do të paguhet me 2 paga të plota pasi mbaron mandati dhe për 3 vite rresht me gjysmën e pagës së deputetit. Ndërkohë që ai që është i punësuar në këtë republikë me kohë pune, kur ka punuar mbi 3 vjet dhe hiqet nga puna, paguhet me pagën e një 15 për çdo vit pune. Kjo është një pabarazi, një padrejtësi, një trajtim diskriminues, i cili duhet ndryshojë. Unë jam kundër kësaj gjëje. Po për të ndryshuar kjo duhet që qytetarët të votojnë me mendje, e duhet të mos e shesin votën. Sot është ditë e diel, unë po shkoj në Çorovot të takoj ata që na kanë mbështetur, e po punojmë për një ndryshim në vendin tonë. Shqipëria bëhet. Ju përshëndes.